Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Skena politike në vend vazhdon të vlojë rreth çështjes së krijimit të qeverisë së re. Mandatari për formimin e qeverisë Glau Konjufca pritet që javën e ardhshme të thrasë seancën e jashtëzakonshme të kuvendit, thonë burime të Radio Televizionit 21 brenda subjekteve politike parlamentare. Ai deri më tani ka mbështetjen të grupit multietnik, por pa përkrajën e partive shqiptare, mundësit për të zgjedhur kryeministër mbeten të vogla. Mandatari për formimin e qeverisë Glau Konjufca ka siguruar 8 nga 10 votat e deputetëve të grupit multietnik, të cilët kanë thënë se do të votojnë për qeverinë e re. Deputeti nga Partia Rome e Bashkuar e Kosovës Albert Kinolli, në një intervistë për Radio Televizionin 21, tha se pas një marrëveshjeje të arritur me vetëvendosjen, do të votojnë për Glau Konjufcën. Deputeti Kinolli, partia e të cilit në bazë të një marrëveshje është planifikuar që në qeverinë Konjufca të udhëheqë me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, tha se vendit i duhet sa më parë një qeveri e re. Neve tani i kemi finalizuar marrëveshjen me lëvizjen vetëvendosje dhe ne si partner koalicioni tashmë jemi të gatshëm të japim votën pro kandidatit për kryeministër tashmë zotit Glau Konjufca. Ne si grup parlamentar multietnik në radhët tona kemi 8 vota për zotin Konjufca. Por kjo mbështetje e 8 deputetëve të grupit multietnik nuk është e mjaftueshme që Konjufca të arrisë numrin e votave nga 56 në 61, sa janë të nevojshme për formimin e qeverisë. Për mandatarin Konjufca, sfiduese mbetet që të i bindë deputetët e partive parlamentare shqiptare, ashtu sikurse LDK-ja, AAK-ja dhe Nisma Socialdemokrate. Deputeti i PDK-s Fadil Demaku tha se nuk kanë votë për asnjë nga kandidatët e vetëvendosjes për formimin e qeverisë. Qëndrimi për PDK-s është i qartë që nuk e voton asnjë kandidat të lëvizjes vetëvendosje. Unë jam brenda qëndrimit të PDK-s dhe nuk lëvizim nga ky qëndrim. Do thotë s'keni votë për zotin Konjufca. Jo. Por deputeti i vetëvendosjes Driton Hyseni tha se qëndrimet e ngurta të partive të ish opozitës nuk i kontribuojnë zhbllokimit për formimin e qeverisë. Deputeti Hyseni kërkon që të votohet mandatari Glau Konjufca, qoftë edhe për një qeveri disa mujore. Është një mundësi shumë e mirë për partitë opozitare që të tregohen konstruktive sa i takon themelimit të qeverisë së Republikës Kosovës, qoftë edhe ajo për një afat disa mujor, me qëllim që të shmangim zgjedhjet në këtë periudhë dimri, por gjithashtu edhe në kuvend të mund të procesojmë çështjet që janë shumë e rëndësishme për qytetarët, çështjet që janë shumë e rëndësishme për vendin, siç është çështja e buxhetit. Deputeti Hyseni paralajmëron se javën e ardhshme pritet të nisin diskutimet me subjektet politike për krijimin e shumicës së nevojshme. Ne do të kemi mundësi që të kemi një le të themi uljen në tavolinë edhe bashkëbisedimi me forcat politike edhe me deputetët veç e veç me qëllim që ne të kemi mundësi që vendit të japim një qeveri. Radio Televizioni 21 merr vesh nga burimet brenda subjekteve politike parlamentare se mandatari për formimin e qeverisë Glau Konjufca ka planifikuar që javën e ardhshme të thirrë seancë të jashtëzakonshme në të cilën fillimisht do ta prezantojë përbërjen e kabinetit qeveritar e më pas të kërkojë edhe për të. Në mbledhjen elektronike të mbajtur mbrëm, qeveria në detyrë ka marrë 3 vendime të tjera. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit, kabineti qeveritar në detyrë ka miratuar propozimin për të kërkuar nga presidentja dhënien e autorizimit Ministrisë së Financave, Punës e Transfereve për nënshkrimin e marrëveshjes së kredisë për instrumentin për reforma dhe rritje në Ballkanin Perëndimor ndërmjet Bashkimit Evropian si huadhënës Kosovës si huamarrës dhe Bankës Qendrore të Kosovës si agent i huamarrësit. Është miratuar kërkesa e Agjencisë Kosovare të Privatizimit për kthimin e fondeve të transferuara në buxhetin e Kosovës në ndërmarrjen shoqërore Çeliku në shumën prej 6.405 euro. Po ashtu është miratuar kërkesa e Ministrisë së Financave, Punës e Transfereve për kursime dhe ndarje. Ndërkaq ndarja e 100 eurove për studentët në prag të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale, nganjos të çështjeve ekonomike dhe të mirëqenies sociale, po cilësohet si keqpërdorim
i buxhetit të shtetit. Sipas tyre, pushteti aktual është duke abuzuar me buxhetin dhe të njëjtin e ka shndruar në pronësi private të partisë, çështje e cila siç thuhet duhet të trajtohet nga organet e drejtësisë. Ndonë se vendimin e mori një muaj më parë 100 eurot për studentët, qeveria në detyrë i ndau vetëm 3 ditë para balotazhit të së dielës. Madje njoftimi për këtë studentëve ju shkoi në emër të kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Ndarja këtyre mjeteve në këtë periudhë ngjalli val reagimësh. Ish-ministri i punës dhe i mirëqenies sociale Skënder Reqica vlerëson se një vendim i tillë në kohën e zgjedhjeve lokale është keqpërdorim i pastër i paras publike. Sipas tij, pushteti aktual po abuzon me buxhetin e shtetit, pasi aktvendimi i Gjykatës Supreme e ka bërë të qartë pozicionin e tyre qeverisës. Vendimi i qeverisë të Republikës së Kosovës për të ndarë 100 euro për studentët e vendit tonë në pikun e fushatës zgjedhore, ose respektivisht më mirë me thonë pak ditë para raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, konsideroj që është një keqpërdorim i pastër i paras publike, sepse qëllimi është politik, sepse nëse kjo qeveri ka për qëllim mbështetjen e studentëve ose arsimin e lartë në përgjithësi, është dashur që më herët me disa veprime. Përmirësohen kushtet e studentëve, përmirësohen kurrikulat e studimit, krijohen pastaj mundësi që studentët pas përfundimit të studimeve të kenë një vend punës dhe jo të studiojnë në fushat të cilat ne e dim fare mirë se si është raporti i tregut punës me fushat e studimit. Dhe në këtë kontekst, dhe në rrafshën tjetër kur ne tash 9 muaj, po bëhen 9 muaj gati që nga zgjedhjet e nënshkuartit, nuk kemi institucione, nuk është arritur të krijohen institucione dhe këto vendime të cilat ne i pam këtyre ditëve, kjo për studentët, pastaj paga minimale, pastaj rritja pensioneve, etj. Janë vendime të pastra politike për qëllim elektoral. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, ndërkaq thotë se buxheti i shtetit është ndruar në pronë private të partisë që po e drejton qeverinë në detyrë. Sipas tij, politikanët duhet të kuptojnë se vota nuk blihet, por meritohet. Dhe në këtë kohë të kampanjës zgjedhore vërtet është një dukuri që vret që buxheti i shtetit është shumë më tepër në pronësi private apo një partie politike se sa një interes qytetarëve. Ne dimë që Kosova ka nevojë për mbështetje edhe të studentëve, edhe të familjeve skamnore për një stabilitet social, po të ndodhi diçka e tillë në kohë të fushatës, besoj është një dëshmi se sa është agresive lufta për pushtet dhe jo për interes qytetarëve. Në këtë drejtim unë besoj që studentët kosovar kanë vëdije shumë më të lartë se sa 100 euro, sepse vota nuk blehet, vota meritohet dhe këtë duhet ta di çdo politikan, por për fat të keq lufta për pushtet është duke i verbruar. Kjo që është duke ndodhur, besoj që në të ardhmen do të jetë një lëndë shumë shqetësuese për prokurorinë dhe përgjithësorin, sepse të keqpërdoret deri në këtë mas buxheti i shtetit në kohën kur Kosova ka nevojë për projekte të shumta, vërtet është paradoksikos që mund të ndodhë vetëm në Kosovën e vitit 2025. Vendimi për ndarjen e 100 eurove për studentët ishte marrë më 7 tetor. Derisa një javë më parë, qeveria në detyrë vendosi edhe për rritjet e pensioneve nga 120 në 150 euro e shtesave për fëmijë për 50% nga nëntori i këtij viti, si dhe për rritjet e pagës minimale nga janari i vitit të ardhshëm. Sot ju dha lamdumira e fundit 2 vëllezërve të vrarë një ditë më parë në Golloboc të Malishevës. Ndërkohë policia e Kosovës ka arrestuar dhëndrin e tyre të dyshuar për vrasjen. I arrestuari dyshuar për vrasjen e 2 vëllezërve Driton dhe Naim Morina në Gollubovc të Malishevës është transferuar për trajtim të mëtutjeshëm në klinikën abdominale. Këtë e ka bërë të ditur drejtori i emergjencës Naser Syla, i cili tha se në orën 8:30 në QKUK nga policia e Kosovës është sjell pacienti me plag nga armëzjarri. Rreth orës 8:30, pavarësisht, është pranuar një pacient mashkull i sjellur nga policia e Kosovës, i lindur me 1984 me plagë sklopetare nga armëzjarri. Gjertani unë kryt gjitha ekzamenimet e nevojshme në qendrën emergjente dhe ka vazhdu trajtimi gjerë pak më herët, pas ekzaminimeve të kryne dhe konsultave adekuate,
pacienti është transferuar në klinikën e kirurgjisë abdominale për trajtim matutisht. Policia e Kosovës ka njoftuar për arrestimin e personit të dyshuar në lidhje me rastin e vrasjes së dy fisht që ndodhi dje në fshatin Golubovc të Malishevës, ku viktima ishin dy vëllezër të moshës madhore. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, gjatë ekzaminimit të vendit ku është arrestuar i dyshuari, janë gjetur dhe sekuestruar dy armë zjarri, të cilat dyshohet se janë përdorur në këtë ngjarje tragjike. Rikujtojmë se ngjarja tragjike ndodhi të njëjtën e 6 nëntorit, kur dy vëllezërit mbetën të vrarë me armë zjarri, ndërsa si autori dyshuar u identifikua dhëndri i tyre, Astrid Isufi, i cili pas krimit është larguar nga vendi i ngjarjes. Kryeprokurori i Gjakovës Enis Gashi ka konfirmuar se viktimat dhe i dyshuari kishin lidhje familjare, ndërsa motivi i krimit ende nuk është përcaktuar. Hetimet rreth ngjarjes po vazhdojnë, ndërsa autoritetet kanë bërë të ditur se do të publikohen më shumë detaje në ditët në vijim. Tek po afron rundi i dytë i zgjedhjeve lokale, kandidatët për kryetar komunash kanë intensifikuar fushatën. Ndjekim kronikën zgjedhore. Në Kaçanek, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Kresniqi vlerësoi se kjo komunë mbetet të pakthyeshme si një qytet me histori fitoresh, besimi dhe punë me PDK-n për më shumë se 25 vjet rresht. Bashkë me ne, dera e Partisë Demokratike të Kosovës është e hapur për ata që Kresniqi ka bërë thirrje që të dielën me 9 nëntor qytetarët të bashkohen për një Kaçanek që një vetëm punë, bashkim dhe fitore. Edhe Sokol Bashota në Kling, kandidati PDK-s për kryetar, u ka bërë thirrje qytetarëve që me 9 nëntor të votojnë për një qeverisje që punon për të ardhme më të mirë për ta. Që të mos shohim dallimet politike dhe të bashkojmë votën. Bashota tha se do të kujdeset për çdo familje, do të mbështesë të rinjt dhe fermerët, duke theksuar se Klinës i duhet një udhëheqje me besim, vizion dhe përkushtim për të ardhmen. Votoni për qeverisje të ndeshme dhe me vizion. Përparim Rama i LDK-s që synon edhe një mandat për kryetar të Prishtinës deklaroi se problemi kundërmimit në rrugën B tashmë i përket së kaluarës. Jemi këto në rrugën Muharrem Pejza. Problemi kryesor ka qenë me infrastrukturën rrugore, e sidomos me kolektorën që asnjëherë nuk është bërë zgjidhje deri me tani. Kundërmimi, era e keqe, ka qenë një problem shumë i madh për banorët, e sidomos për një bizneset. Tani me rregullimin e rrugës A, me rrugën B dhe Muharrem Pejza, lagja ka ndryshuar tërësisht. Rama theksoi se kjo është bërë për të mirën e qytetarëve dhe bizneseve, të cilët i ka quajtur shtyllë të kryeqytetit, duke shtuar se bashkë do të vazhdojnë edhe projektet e tjera zhvillimore. Në pej kandidati i LDK-s Gazmed Muhaxheri vuri në pa vazhdimin e punëve për rregullimin e rrugës kryesore në fshatin Logj. Muhaxheri theksoi se punimet që janë në proces përmirësojnë ndjeshëm infrastrukturën dhe qarkullimin për banorët e kësaj zone. Në Prishtinë, kandidati i lëvizjes vetëvendosje Hajrolla Qeku theksoi rëndësinë e ndërmarrjeve publike, si qelës për mirëmbajtjen dhe funksionimin e qytetit. Për mua ndërmarrjet janë instrumenti më i rëndësishëm, ndoshta vetëm për me ndrejt qytetin, për me mirëmbajt qytetin, edhe stacione. Edhe ndërmarrjet e tjera kanë nevojë për përkujdesje të veçantë të komunës. E ndërmarrjet, nëse nuk i kemi, nëse i shkatrojmë, nëse i falimentojmë, as shërbimet nuk mujnë me ofru, po as nuk mujnë me rujt pasionin tonë të përbashkët. Ndërmarrjet janë pasionia në përbashkët. Mendoj që ndërmarrjet mujnë me operu jo veç pa humbje, po edhe me fitim. Edhe çdo fitim i ndërmarrjes mundet shumë lehtë me u përkthy në kushtet punës dhe në të ardhmen edhe në paga më të mirë. Kalon e mirë. Qeku ka bërë thirrje për një Prishtinë me ndërmarrje të forta komunale, me paga të dinjitetshme për punëtorët dhe shërbime cilësore për qytetarët.
Në Mitrovic, kandidati i lëvizjes vetëvendosje Faton Peci u zotua për një qytet më të pastër dhe më të gjelbër. Ai theksoi se liçeni akumulues do të jetë një nga prioritetet kryesore të tij, duke u pastruar, rigjeneruar dhe zhvilluar si një hapësirë e rëndësishme për qytetarët. Ne do të pastrojmë liçenin akumulues e do të rigjenerojmë hapësirat për rreth. E përveç pastrimit e rigjenerimit, në hapësirën afër nesh do të ndërtohet edhe njëra nga urat e rallës, në të cilët do të ndërlidh Zhabarin e Gushavcin e nikosisht pjesën e rrugës që do të shërbejë si trase dhe parakush për zhvillimin e kësaj zone që do të kalojnë nga Shipoli, rrugës e Gaterve, Zhabar, në urën këtu afër nesh, Gushavc deri tek Vidimriqi e Matutje për interesa nacionale strategjike. Peci po ashtu tha se për 4 vjet qeverisja lokale nuk e ka trajtuar këtë zonë me prioritet, ndërsa theksoi se me qeverisjen e vetëvendosjes, mbrojtja dhe zhvillimi i mjedisit do të jenë detyrim dhe përgjegjësi e përditshme. Të qarkullimit të lirë për aspekte ekonomike dhe zhvillimore të qytetit tonë. Ju faleminderit shumë. Në rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të 18 komunave, të drejtë vote do të kenë edhe të rinj që mbushin 18 vjet. Deri më 9 nëntor ka bërë të ditur zëdhënësi i KQZ-s Valmer Elezi. E ka sqaruar se në listën votuese nuk do të përfshihen as lëvizjet eventuale të qytetarëve nga njëra komunë në tjetrën. Në raundin e dytë të zgjedhjeve do të përdoret e njëjta listë votuese e cila është përdorur në raundin e parë me disa përditësime. Konkretisht, kjo listë është plotësuar me emrat e 1690 të rinjve që nga data 13 tetor deri më 9 nëntor kanë të drejtë të votojnë për herë të parë. Po ashtu nga lista janë larguar rreth 1150 persona që kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës apo që kanë ndëruar jetë nga fillim shtatori deri në javën e fundit të tetorit. Lëvizjet të brendshme të qytetarëve ndërmjet komunave nuk përfshihen në këtë proces zgjedhor. Kjo do të thotë se qytetarët që kanë ndëruar vendbanim nga një komunë në një tjetër pas raundit të parë nuk do të mund të votojnë në komunën ku janë zhvendosur, por vetëm në atë ku kanë qenë të regjistruar në listën votuese të raundit të parë dhe sigurisht nëse komuna e tyre është pjesë e balotazhit. Zyra e krye prokurorit të shtetit njofton se për rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të realizuar mbrojtjen e votës së lirë të qytetarëve duke garantuar integritetin e procesit zgjedhor. Në këto zgjedhje janë angazhuar rreth 80 prokuror të shtetit dhe zyrtar të sistemit prokurorial, të cilët do të qëndrojnë kujdestar në të gjithë territorin e Kosovës deri në përfundim të procesit zgjedhor, me qëllim të procedimit të çdo parregullësie që mund të ndodhë. Prokurori i shtetit fton qytetarët, subjektet politike e institucionet apo organizatat e ndryshme që të denoncojnë çdo rast të dyshuar për keqpërdorim ose manipulim të votave. Po ashtu edhe policia e Kosovës ka hartuar planin operativ për mbarvajtjen e rundit të dytë zgjedhor në 18 komuna. Plani policor parasheh garantimin e sigurisë gjatë procesit të balotazhit dhe transportit të materialit të ndjeshëm. Janë caktuar edhe koordinator të policisë me KQZ-n dhe institucione tjera të angazhuara në këtë proces, si dhe në hartimin e një udhëzuesi për zyrtarët policor lidhur me detyrat dhe përgjegjësitë ligjore gjatë balotazhit. Policia po ashtu ju ka bërë thirrje qytetarëve dhe të gjitha subjekteve që të denoncojnë çdo parregullsi gjatë procesit zgjedhor. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Zyra e rregullatorit për energji ka miratuar aplikimet për licencim të aktivitetit të furnizimit me energji elektrike për kompanitë Swiss Solar Park dhe Solar Neo, ndërsa i dha dritje shile për tregti me energji elektrike kompanisë Alfa Company. Licencimi i këtyre kompanive për furnizim dhe tregti me energji u tha se po bëhet për shkak të liberalizimit të tregut.
Zyra e regulatorit për energji në mbledhjen e sotme vendosi për rihapje të procedurës së tenderimit për zgjedhjen e furnizuesit të mundësisë së fundit. Përfaqësuesi ligjor i Zyrës së Regulatorit për Energji, Ymridin Misini, tha se aplikimet për licencim të furnizimit me energji elektrike dhe tregti me energji janë në përputhje me ligjet në fuqi. Aplikuesi i ka bashkangjitur të gjitha dëshmit që kërkohen për marrjen e licencës për furnizim me energji elektrike, cilat dosje dhe materiale i gjeni në dosje të bordit, të cilat janë analizuar dhe vlerësuar nga stafi përkatës. Gjithashtu, vlen të theksohet se është bërë edhe pagesa në shuma prej 2000 euro, si pas regullës për taksat, t'i lëshohet licenca për furnizim me energji elektrike për periudhën 5 vjeçare. Kryesuesi i bordit të ZRE-s Ymer Fezullahu tha se për shkak të liberalizimit të tregut të energjisë elektrike ka një numër të madh të kërkesave për licencim dhe furnizim, por edhe për tregti me energji elektrike. Për shkak ndoshta përveç tjerash edhe për shkak liberalizimit të tregut kemi një numër të madh pothuajse të kërkesave edhe për licencim, për furnizim, për të njëjtën kohë edhe për tregtim me shumicë. Aq më tepër tash edhe kemi një lajm i mirë që tash edhe kemi kërkesa, siç është kjo e sotme që kemi kërkesa për ndërtim të gjeneratorëve ku shqetësim kanë tregun pa ndonjë mbështetje nga institucionet e Kosovës, pa ata energji me shit në tregun e Kosovës. Pra është një farë shtytësi që sillin edhe investimet në sektorin e energjisë ose kapacitetet të reja, me qenë se ata shohin interes në rast se kanë këtë rast edhe kërkesë, siç është tash këto ditë të sotme që kemi një numër konsumatorëve që janë treg, ata e shohin si potencial që këtë energji me ja tregu këtyre konsumatorëve. ZRE miratoi 10 kërkesa të personave fizik dhe juridik për marrje të autorizimit për të prodhuar energji elektrike për vetë konsum. Po ashtu u shqyrtua bilanci vjetor i energjisë elektrike për vitin 2025, por të njëjtit nuk dhanë shifra dhe shuma konkrete, ndërsa pika për shqyrtimin e planit investiv një vjeçar të operatorit të sistemit të shpërndarjes u shty për mbledhjen e radhës për shkak të vërejtjeve të adresuara. Për informacionet më të fundit, klikoni në portalin tonë RTV21.tv. Mirëmbëngjes.